Se kur Allahu Gjellëshanuhu krijoi Gjibrilin a.s. krijesën madhështore, angelin Gjibrilin. E krijoi Allahu Gjellëshanuhu në pamjen që i dha pra Zoti Gjellëshanuhu me 600 palë krah, siç thuhet në hadithe. E vetëm ta shikosh madhështinë e tij subhanallahu ashtu siç treguohet nëpër tekste. Gjë e pa imagjinueshme. Ju ka shfaq profetit alayhi salatu wassalam kur po zbriste nga shpella Hira dhe thot ngrita kokën se më thirri, thot, dhe kur pash thot i gjithë qielli ishte mbuluar me pamjen e Xhibrilit. Pra nuk shifte qiell fare, çdo gjë shifte Xhibrilin alayhi salam. Imagjino sa madhështore. E me perfeksionin edhe me mrekullin që e krijoi Allahu Gjellëshanuhu një krijesë e veçantë. I thot Zotit Gjellëshanuhu pasi e solli Allahu Gjellëshanuhu në jetë Gjibrilin a.s. I thot, o Zot i gjithësisë, të pyes ty pash madhnin tate, a ke kriju krijesë më madhështore se sa unë ja Allah? I thot Zoti Gjellëshanuhu, thot, jo, thot o Gjibril. Thot, a më lën o Allah edhe a më jep leje mu për këtë mirësi dhe për këtë begati që më ke falë? A më jep leje ja Allah që ti fal 2 rekat në shenjë falënderimi dhe për ulje ndaj teje o Zoti i gjithësisë? Dhe i ka fal 2 rekat, thuhet 2 rekat të gjata me përqendrimin maksimal. Imagjino kur të fal Zoti Gjellëshanuhu diçka dhe ndihesh i privilegjum dhe ndihesh shumë i begatum prej Allahu Gjellëshanuhu dhe ndihesh mirë, si na mbushet në zemra nga një herë kur diçka na e fal Zoti Gjellëshanuhu dhe të hapet rrugët e mirësisë. Do me u falë dhe do me falenderu Zotin Gjellëshanuhu, e bon me shpirt e me zemër dhe lidhesh fort me Allahun Gjellëshanuhu dhe ka qëndru është falë derisa e ka mbaru namazin e tij me përkushtimin maksimal. Dhe i thot, Zoti im, Zoti i gjithësisë, të pyes ty pash krenarinë edhe madhin tate ja Allah. A është fal dikush siç u fala unë për ty ja Allah me këtë përqendrim edhe me këtë përullësi kaq madhe? Thot Allahu Gjellëshanuhu deri sot jo. Por o Gjibril, thot, do të vi koha, thot, që një krijesë që unë do të krijoj, e cila do të falen më shkurt se sa ti, dhe nuk do të ketë përqendrimin tat, por se shpërblimet do t'i ketë si namazi që bërë ti. Thot, si ka mundësi o Allah, sepse ata o Gjibril do t'jenë sprovë, sepse ata unë do t'i fus në një provim të madh, sepse ata do kenë mundësi me zgjedh edhe të mirën edhe të keqen, po do shkojnë tek e mira. Sepse ata do kenë mundësi me po edhe njerëz qiell, ose edhe njerëz mirë, po ata do të bëhen njerëz të mirë. Sepse ata o Gjibril kanë halle, kanë probleme, kanë preokupime, sepse ata o Gjibril kanë tundime, edhe kanë cytje, e megjithatë do të falen për Allahun Gjellëshanuhu, edhe do të bëhen besimtar të mirë, do të jenë njerëz të mirë. E namazi i tyre o Gjibril, adhurimi i tyre do të barazohet me namazin tatë. Subhanallahu il-azim.